Nderuar miq, do të flasim për zhvillimet politike në mbytyjet e kësaj jave me avokatin Gylsen Zhdima, drejtuesi i fraksionit Reforma Reale, miku i emisionit ton. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, ndodhi ajo që pritej edhe që ne kemi diskutuar si një nga skenaret e mundshëm, që kryeministri Edi Rama do pres vendimin e gjykatës kushtetuese për çështjen e Ballukut dhe më pas do shprehet për imunitetin. Pra, ajo që ndodhi ditën e premte, që u mbyll mbledhja pa një datë se kur do të fillojë, kur do të vazhdojë, duket se ishte skenari i përgatitur, sepse sot doli qëllimi që do pritet gjykata kushtetuese. Por a ka lidhje vendimi i gjykatës kushtetuese, avokat, për çështjen e kompetencave me kërkesën e SPAK-ut për Ballukun tashmë që ndodhet në kuvent, apo po tentohet që të lidhet artificialisht? Atëherë që të jemi realistë tek opinioni publik që na ndjek vazhdimisht dhe duke i falendëruar për atë koherencën e tyre të vazhdueshme të mbështetjes dhe duke i falendëruar gjithmonë për mundësinë që na japin që të na dëgjojnë edhe për t'i thënë gjithmonë të vërtetën, unë dua të them që gjykata kushtetuese në datën 22 janar thjesht do të shpall me atë që flasim gjithmonë kompetencën apo mos kompetencën midis subjekteve, pra GKK-s dhe Këshillit të Ministrave, Kryeministrit, për sa i përket pezullimit të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës. Për sa i përket pjesës tjetër, që zoti Rama po fiton kohë, pra kohë po fiton, po betejën nuk e fiton dot. Pse nuk e fiton dot betejën? Do ta themi në një moment të dytë sepse nuk është momenti, por pse zoti Rama po fiton kohë? Koha është për te me datën 22 janar në vazhdim për të justifikuar rastin që ne po presim verdiktin e një gjykate tjetër. Kjo bëhet që të jepet tek qytetarët një mundësi, ose më mirë, të jepet tek qytetarët mesazhi që ne jemi republikë parlamentare dhe jo republikë prokurorësh. Sepse zoti Rama tani e tutje nuk ka më në mendjen e tij falenderimet që duhet t'i bënte zoti Dumani për arrestimin e kundërshtarëve të tij politik të brendshëm dhe të jashtëm nga Partia Socialiste, po ka për qëllim të thotë tek qytetarët që ne tani duhet të ruajmë balancat, duhet të ruajmë shtetin, kushtetutën, duhet të bëjmë luftë për një kushtetutë. Pra do të thotë që zoti Rama ka ndryshuar qasje, pra nga ajo që thoshte Partia Socialiste dhe Edi Rama nuk bëhet avokati askujt, sot zoti Rama bën avokatin e zonjës Balluku, bën edhe avokatin e vetes së tij. Avokat, po a ka shanse, dije se po ndërpresi kjo çështje të kapë edhe muajin mars, sepse në 22 do jetë mbledhja e gjykatës kushtetuese, e cila duhet të shprehet brenda një muaji nga momenti i mbledhjes, apo gabohem? I bie se ty shkurt. Atëherë, duhet kemi parasysh diçka. Nga momenti kur është bërë kërkesa e zotit Rama dhe deri në momentin kur duhet dalë vendimi, në maksimum nuk duhet të kalojë më shumë se 4 muaj. Dhe gjykata kushtetuese sapo të shprehet me dispozitiv, duhet ta arsyetoj brenda afateve ligjore, po jo në maksimumin e 30 ditëve. Në zbardhjen e vendimit. Pra është gjë tjetër, zbardhja e vendimit në publikimin e dispozitivit. Duhet kemi parasysh diçka. Mos merrim me lojën e afateve për sa i përket zbardhjeve të vendimeve. Jo, nuk është aty qëllimi. Qëllimi është këtu. Zoti Rama a është koherent për sa i përket qëndrimit të tij lidhur me SPAK-un, me drejtsinë e re të reformuar? Pra na pëlqen nga një anë të çojmë në burg të gjithë ata të cilët më pengojnë mua rrugën time për kryeministër dhe më rrezikojnë karrikën në çdo moment, dhe nga ana tjetër, për ata të cilët i kam pas rreth vetes nuk më ngacmojnë, nuk më pickojnë, po thjesht dua të ndaj tani e tutje, sepse objektivi u arrit qartazi se si duhet të bëhet dhe veprohet me pjesën e arrestimeve. Pra zoti Rama tani na tregon që ekziston republikë parlamentare. Prandaj them të qytetarët, duhet të diferencojmë, jo kur të zbardhet vendimit, jo a ka vlerë vendimi i gjykatës kushtetuese. Duhet të kuptojmë që zoti Rama nga një përdikues i vazhdueshëm i një drejtësie të paanshme, të pavarur dhe
budalliqe me radhë që ka thënë gjithë kësaj kohë, sot del La Kuriq, Ashiqare dhe na thot që nuk e pyesun Spakun se nuk e llogarisun Spakun. Pse nuk e llogarit Spakun? Se thot që do vit gjykata kushtetuese të shprehë. Po ç'lidhje ka gjykata kushtetuese me masën e sigurisë që do Spaku të vendosi ndaj zonjës Balluku që është o arrest në shtëpi o arrest në burg. Pra, zoti Rama në konceptin politik jam i bindur që juridik nuk ja ka berin fare. Dyshoj te kjo, kap. Dyshoj te kjo. Si? Që nuk ja ka haberin. Si? Juridike. Po. Unë të deklaroj ty që asnjëri prej ty që është në pushtet dhe ka qenë në pushtet nuk ja ka haberin politik, juridik. Unë mendoj që në këtë vend avokat mendoj unë, të paktën me ai sa jam aktiv në 15 vitet e fundit që e ndjek, çdo krizë ka qenë me qëllim, nuk ka qenë nga mosdia. Krizë kushtetuese ka fjalën parlamentare apo kriza është politike, nuk është juridike, pavarësisht se edhe herët që përdoret politikisht për të përdorur juridikisht kleçka dhe konflikte. Edhe herët që jemi drejtuar Komisionit të Venecias, në 90% të rasteve mendimi ka qenë i qartë, por për të fituar kohë, po të ishte zoti Rama dhe të kishte njohuri juridike, nuk do kishe kaq burgaxhi rreth vetes. Logjika. Po çfarë ka Rama për ata që janë të çon, si thën Shkodranë, të hyp vetën qef. Po, avokat, tani më thuaj të lutem çfarë ndodh në këtë periudhë brenda, pra nga tani deri kur të merret vendimi për Ballukun. Kemi të bëjmë me një person që sipas prokurorisë ka rrezik për të prishur provat. Kjo është aspekti juridik. Nga aspektin politik, në aspektin politik, mendoni që do lëvizë kryeministri, pra një nga skenaret që ne kemi diskutuar dhe në ditët në vazhdim, që mund të bëjë ndryshime qeveri apo po ai do bëj ndryshime qeveri, po mbase nuk e prek fare Ballukun. E ban aty si kornizë derisa të mbaroj momenti dhe të thotë ik tani se unë bëra çfarë kisha të mundur për ty dhe realizova. Zoti Rama këtë, prandaj pret 22 janar, edhe pas 22 janar do reagoj Rama. Unë besoj që Rama do bëjë atë që bëri në 2008 që bëri ndryshime qeverie në 2019. Prandaj 2018 me studentët. Prandaj unë them që zoti Rama do presi 22 janarin dhe pastaj do veprojë. Nuk besoj se do veprojë me njëherë dhe po shikoj që zoti Rama po i bën gradualisht gjërat për të fituar kohë. Pra, çdo gjë që bën zoti Rama, fitimi i kohës së tij është sepse po bën një marrëveshje poshtë tunelit, poshtë tavolinës me zotin Berisha. Dhe unë mendoj se po ka zotin Berisha pjesë të lojës, besoj se zoti Rama fiton akoma dhe më shumë kohë. Lejeni tani çfarë bën ato, jo do zgjatet, kjo do bëhet ajo me afat. Ato janë mashtrime për publikun. Por në rast se do të kemi një dakordsi politike midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, ju duhet të keni parasysh që në Komisionin e Mandateve dhe Rregullorës të Imunitetit do luhet në fund fare neni 288 dhe 289 të Kodit të Procedurës Penale. Çfarë nuk kupton ky kod? Në rast se nuk jepet autorizimi nga Parlamenti për këtë kërkesë, prokurori duhet shpiki një dosje. Dhe kjo është shumë e rrezikshme në rast se prokurori shpik një dosje duke kërkuar që zonja Balluku të kapet në kushtet e flagrancës. Dhe në rast se mund të ndodhë kjo avokat një rast hipotetik që mund të thotë prokuroria që ne po të kapim në flagrancë duke kërcënuar ose intimiduar një dëshmitar. Mund të ndodhë? Po, mund të ndodhë. Po pse çfarë mendoni ju? Nuk kemi në Republikë prokurorësh, pse doli zoti Rama duke u tallë me popullin? Me pa prova, ke njerëz në burg sot pa prova. Nga këta halabak prokurorë të cilët mendojnë se ka kalu vettingun. Vettingun e kalu për kontrollin popullor se ke kalu, se ka kalu asnjëri prej tyre. Le të bëjnë tani çfarë do shpirti, po pastaj do paguajnë me llogaridhënie ashtu siç e thot populli. Në rast se njerëzit dënohen nga gjykatat dhe gjykatat evropiane shpallin të pafajshëm njerëz të pafajshëm në këtë vend, të hiqen pensioni dhe të sekuestrohet pasuria të çdo lloj prokurori të kësaj Republike të Shqipërisë. Dhe gjykatësi të mos të ketë të drejtën jo ushtrimit detyrës, po të hiqet tërësisht pensioni.
Tërësisht është sikur nuk ka punuar asnjëherë në Republikën e Shqipërisë. Që të kuptojnë që burgu nuk është model. Edhe mos fusin njerëz pa prova në burg, e duke stis prova. Nuk flas vetëm për Ballukun, por çdo qytetar shqiptar. Përfshi po do ti edhe Ballukun po ta duash. Po nëse do ta bënin këtë të flagrancës, atëherë do rezultonte Po ta bënin këtë të flagrancës, do jetë të drejtë Ramës, sepse keni parasysh diçka për këta halabak, të cilët janë në sistemin e drejtësisë, po ta bëjmë këtë të flagrancës, përsëri do të shkojnë tek parlamenti të marrin autorizim. Dhe në rast se parlamenti nuk jep autorizim, deputeti lirohet menjëherë nga masa që prokurori kërkon. Po kjo do ishte tamam harmarrje. Do të shkojë të gjunizohet përpara Edi Ramës, prokuroria që Edi Rama i dha spatën Altin Dumanit, do shkojë të gjunizohet përpara Edi Ramës se ka 83 mandate me ndihmën e Altin Dumanit. E kupton sa kontradiktore është që them më? E kupton? Po është e vërteta, sepse gjithmonë e vërteta buron nga gjërat që janë kontradiktore me njëra tjetrën, sepse e vërteta nuk del shpejt, e keqja del menjëherë. E vërteta kërkon të përplaset me shumë faktorë të ndryshëm. Dhe prandaj po them që prokurori i ri i Spakut, në rast se nuk është i partisë, ka një detyrë kushtetuese. Shkoj të marrë blokun në kryeministri bashkë me të edhe atë që ka plotësuar blokun. Prandaj them që rasti Ballukut është një rast lufte, goditje dhe në fund fare triumfi. A do triumfoj Rama apo do triumfoj drejtësia e re? Mua statistikat tani më dalin shumë problematike. Avokat, po jam i bindur që ai që do fitojë është pushteti legjislativ. Dhe nga kush përbëhet pushteti legjislativ? Nga partitë parlamentare që populli jon ka votuar në 11 maj. Pra, jo Zoti, po jo Altini, jo Klodiani, jo Dritani, po kush qoftë nga ata që do të vendosi drejtësi në këtë vend, duhet ta kuptojnë që mbi parlamentin nuk ekziston asnjë autoritet tjetër në Republikën e Shqipërisë. Në rast se ata jetojnë me hije dhe duan të shkruajnë në librat e historisë së fëmijëve të tyre në shkollat e studentëve të juridikut, mendoj se e kanë gabim. Prandaj unë jam i bindur që në një moment interesant do të fitojë vetëm pushteti legjislativ që përfshin partitë parlamentare dhe partitë të cilët janë pjesë asaj që ne themi të vendimarrjes politike. Avokat, do futet Berisha nesër në kryeministri apo jo? Zoti Berisha për mendimin tim është futur në kryeministri në mënyrë indirekte për shkak se marrëveshja politike me zotin Rama është ende duke u negociuar. Zoti Berisha po krijon frymën se si të bindë opozitarët rreth vetes që jemi ende një luftë betejë me Partinë Socialiste, por unë mendoj se në planin më ekstrem, zoti Berisha e ka futur veten e tij në kryeministri. Pse e ka futur veten e tij në kryeministri? Sepse mendoj që zoti Berisha në një moment të caktuar dhe gjithmonë nga faktorët ndërkombëtar që Berisha dhe Rama në momente të ndryshme i vendosin gjithmonë në bashkëbisedim dhe në konsultime, mendoj se nga janari deri në fundit e qershorit, aty korrik, besoj që brenda kësaj kohe, sesion i ri parlamentar, po, nuk ka rëndësi, po, mendoj se qeveri teknike, por me parakush ndryshimeve kushtetuese. Dhe qeveri teknike me ndryshime kushtetuese
parakusht kontrolli institucional i SPAK-ut. Krijimi i një, tani themun, jo se kam lexu Filxhana. Krijimi i kontrollit të SPAK-ut nga pushteti legjislativ, përbërja Komisioni nga Plata. 11 avokat ose ish avokat, tani është varë në cilësi se si do të futen, të cilët do të marrin atributet e prokurorit dhe në momentet të saktuar do të kontrollojnë prokurorët e SPAK-ut. Pra, do shkojmë është në diskutim dhe është përplasje. Pra, kur ky skenar është drejt negocimit, ti do shikosh të lëshojnë urdhër areste nga SPAK-u. Kjo quhet përplasje. Dhe ajo që po negociohet fort është formimi i një trupe e cila do përbëhet nga 11 veta që do të marrin në mbikëqyrje veprimtarinë e prokurorëve të SPAK-ut dhe të kenë atribute të drejtë për drejta për të kërkuar ndjekjen penale e prokurorëve të SPAK-ut. Dhe prandaj ju shikoni që SPAK-u po lëshon urdhër arrest jo vetëm për ata që ja kanë të bëjnë me opozitën dhe Partinë Demokratike, por edhe Partinë Socialiste. Pra, skenari më i errët dhe më i rrezikshëm për SPAK-un, dhe prandaj po vepron politikisht, është për negociatat kushtetuese. Sepse 101 deputet do votojnë nga parlamenti dhe do të zgjedhë drejt për së drejti populli. Skenari tjetër është 39 senator do të zgjidhen nga partitë politike sipas përqindjet në zgjedhjeve. Dhe ndërhyrja në kushtetutë është që do të krijohet një komision i cili do të përbëhet nga profesionistë të fushës së juridikut, po. Më fal vetëm një sekondë, lutem. Senatorët kanë imunitet të përjetshëm? Se di këtë, se ti mendoj se unë aq sa më kam dëgjuar, unë s'kam pyetur se nëse do jenë imunitet ata apo jo, ç'më intereson mua. Sepse nëse do jenë me 39 senator dhe 101 deputet, në total prapë 140 bëhen ata, pra thjesht po bëhet ndarja, po kjo ndarje mos po bëhet që të kenë imunitet të përjetshëm ata? Shiko, senatorët me sa kuptoj unë duhet të kenë një imunitet të veçantë dhe nuk mendoj se do të ketë mandate 4 vjeçar, sepse po ta mendojmë se deputeti do të jetë për shembull në parlament 4 vite, mendoj se senatori mund të jetë edhe 6 vite ose 7 vite, se nuk mund të në të njëjtën kohë të shkojnë të gjithë në përzgjedhje. Pra, duhet të ketë atë balancimin edhe ndarjen e tyre që të kenë ekuilibër në mënyrë të bëjnë tranzitin e mandatit, si quhet, pra ndryshimin e legjislaturës. Unë mendoj, them vërtetën, që e gjithë kjo do bëhet me një synim, çfarë jo kontrolli në aspektin e komandës, por mbikëqyrja dhe kontrolli institucional në SPAK-ut. Ajo që unë kam dëgjuar një skenar dhe të them vërtetën, nuk e pranoj në aspektin e logjikës, por është e vërtet në aspektin e praktikës, që këta nuk do vendosin prokuror apo gjyqtar të ikur nga sistemi, po do vendosin njerëz të cilët do të jenë në fushën e drejtësisë, që do thotë do të jenë pedagog ose avokat, të cilët do të kenë të drejtë të marrin atributet e prokurorit. Politik. Ky është një skenar i rrezikshëm, është shumë i rrezikshëm. Pra, në rast se ndodh kjo, do bëhet një kuadritat. Një prokuror i SPAK-ut në këto momente dhe një gjyqtar i GKK-s dhe i apelit, prandaj thash pushtetin e kuvendit, kupton? Po këta se kuptojnë, as prokurorët e SPAK-ut as ata të drejtësisë. Pra, një prokuror apo një avokat apo një pedagog i cili merr në mbikëqyrje kontrollin e SPAK-ut do të ketë atributet e kërkimit të ndjekjes penale të një personet. Pra jo të posaçëm, por mund të jetë i përgjithshëm. Pra do të krijohet një prokurori më e madhe, e cila përfshin edhe SPAK-u, që edhe ata të cilët janë pjesë e trupës mund të bëjnë kërkesa dhe të ndërhyjnë në punën e prokurorëve, jo hetimore, por në punën procedurale, është gjë tjetër kjo. Është akoma më rrezikshëm, është një plan i rrezikshëm dhe prandaj do të shikosh
që në janar mendoj unë do goditen edhe majtës dhe djathtas. Sepse skenari është shumë, do të thoja, goditës dhe mendoj që 20 shenjtorët mendoj se duhet të bëjnë djalli dhe duhet të bëjnë pakt me djallin. Por këtu, avokat, përveç kësaj futen edhe lëvizja e fundit nga Shtetet e Bashkuara, që sipas mediave është miratuar një ligj në Senatin Amerikan, që ka për qëllim goditjen e individëve që rrezikojnë destabilizimin në Ballkanin Perëndimor, me non grata, me heqje vizash, me bllokim pasurie. Pra ajo që ju e keni theksuar në shumë biseda që ne kemi bërë, linja Trump po vjen në Ballkan. Në 2026, a e thash, edhe kemi bërë para interviste, para 2 javësh mos gaboj, kur ishte. Po, e kemi bërë pak ditë përpara se sa pastaj u miratua ky ligj sipas mediave në Senatin Amerikan. Pra është për ta theksuar për publikun, në momentin që Trump u zgjodh, ju keni deklaruar që 24 muajt e parë të tij, pra 2 vitet e para janë vendimtare edhe për Ballkanin. Tani 12 kaluan. Në këto 12 të dyta, sapo po hyn, tani pritet vin fortuna më duket. Ne të dy jemi të parët që nuk do të ndoshkohemi as me non grata, as me grada. Thjesht ne do të kemi respekt gjithmonë tek partneriteti që kanë 2 shtetet, po asnjëherë linjat respektive politike dhe partijake, se këto gjë nuk na interesojnë sepse interesi kombëtar të 2 vendeve është ndryshe, nuk ka lidhje me interesat politike. Tani, për sa i përket linjës Trump, unë kam thënë dhe kam cituar vazhdimisht që sigurisht do të kemi ndëshkime. Data 28 dhjetor në Kosovë nuk është një datë thjesht ta marrim edhe e kaloj, duhet ta lidhim ngushtë me Republikën e Kosovës dhe Republikën e Shqipërisë dhe me marrimin e zgjedhjeve dhe daljes së rezultatit. Linja Trump nuk do të pranojnë në asnjë kusht qeverisjen e vetme nga Albin Kurti. Dhe ajo u pa dhe në legjislaturën e mëparshme që qeveria dhe parlamenti nuk u mblidhin tonë dhe u desh gjykata kushtetuese. Linja e Trumpit do punojë në raport gjithmonë me strategjinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, sepse mos harro faktin që ta kam thënë, tani e tutje Amerika do të bëj luftë me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian në 2026, 2027 do jetë në një krizë të rëndë institucionale. Lejo të theksoj, avokat, që kriza ka filluar sepse vetëm po dëgjoje Viktor Orbanin për ato që tha për Ursula von der Leyenin, domethënë po ti duket nuk e ke mbajtur mend apo nuk e mban mend. Jo, unë e di që ju e keni përmendur në çdo bisedë. Ursula von der Leyen, çfarë bën kur vjen në Tiranë? Tani puna është kjo, që ne duhet të themi tek njerëzit, është kjo. Ne duhet të shkojmë te Bashkimi Evropian sepse është në mënyrë taksative udhëzimi që duhet shkojmë, apo ne do shkojmë se duhet të shpëtojmë sepse këtu po keqeverisemi dhe po vidhemi. Ku ka diferencë, duhet ta zgjidhë qytetar, se unë mund t'i them kush dhe si qysh tek. Një kjo, e dyta. Bashkimi Evropian i nderuar në 2026 deri në 2027 do kaloj një krizë të rëndë. Kjo krizë e rëndë nënkupton patjetër zgjerimin as bëhet fjalë, nuk do ekzistojë zgjerimi. Pas 2032-shin e shikojmë zgjerimin. Trumpi kërkon të instalojë linjën e tij në Ballkanin Perëndimor për shkak se godet Bashkimin Evropian me instalimin e Sorosit dhe shkon dhe futet në mënyrë thelbësore në të gjitha qytetet e shteteve që përbën Ballkanin Perëndimor, përfshi dhe Tiranën. Tiranën e mendon si një në vendet kyçe kur do të zhvillohet samiti. Samiti 2027 do jetë një samit i cili nuk është në favor të Edi Ramos, nuk është kryeministër, nuk ka lidhje, por ajo që ka lidhje është që Trumpi do kaloj linjën e tij që Bashkimi Evropian ka dështuar dhe tani e tutje janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët
do të jenë ato që do të garantojnë stabilitetin ndërkombëtar të këtyre shteteve, sepse kërcënimi në rajon do të jetë përmes Serbisë, që do jetë aleati më i fortë, që është aleati më i fortë i Rusisë. Pra do ta pastroj, thoni ju, përpara 2027-s. Unë mendoj se po, do bëhet një pastrim dhe do bëhet një goditje e fortë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Dhe ajo që unë mendoj është kjo, që Bashkimi Evropian në rast se do të kalojë këtë krizë dhe nuk do të psojë goditje të rëndë, mendoj se të gjithë shtetet, dhe në rast se e pson goditjen, të gjithë shtetet do reflektojnë dhe do të kthehen në sovranitetin e mëparshme, por sovraniteti dhe aleanca, jo thjesht aleanca. Do jemi më shumë aleanca 2-3 palçe se sa një aleancë kaq e madhe që do goditet. Po, dhe kjo nënkupton qartazi që Bashkimi Evropian në rast se do të ketë një goditje, Shqipëria, shqiptarët duhet kuptojnë që nuk do të jetë shpresa Bashkimi Evropian dhe Edi Rama politikisht nuk do ketë më atë narrativën që flasin për Bashkimin Evropian. Thjesht Rama do i tregojë njerëzve që edhe kur të shkojmë në Bashkimin Evropian, se mund të shkojmë një ditë, do bëjmë një aleancë, do bëjmë një pakt, do bëjmë një marrëveshje, e cila nuk kupton që ne jemi palë, jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Po jo se do jemi antar të Bashkimit Evropian. Po dalim tek ajo që thoni ju që e ka përmendur kryeministri që pranojmë futjen edhe pa veto. Pra thjesht për që Kryeministri Rama për të justifikuar dështimet e tij në raport me qytetarët është gjë tjetër, po ne atë që kemi thënë te qytetarët është gjë tjetër. Pra çfarë? Ne themi qartazi, Shqipëria në Bashkimin Evropian nuk futet për qok, sepse donte Mogherini. Ku është zonja Mogherini sot? Në drejtim të paditur. Ose donin Soreka. Ku është sot zot Soreka në drejtim të paditur? Avokat, kujdes mikrofonit. 2026 është një, do thosha, një goditje e rëndë për Bashkimin Evropian që do të triumfoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe linja Trump. Avokat, falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.